Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq të kanalit Monitor TV, ju miq të nderuar të mit, do të flasim pak për Alba Pollozhanin dhe për marrëdhënien e saj që ka ndërtuar me banorin e ri që ka hyrë brenda asaj shtëpie. Alba për shembull është duke dhënë deklarata të fuqishme, ka bërë flok 15.000 euro, ka bërë pamjen, ka bërë trupin, ka bërë dukjen e gjëra të këtilla, domethënë çmime maramëndse që në fakt po bëjnë xhiron nëpër rrjetet sociale. Por që me hyrjen e Ludos, Alba nxori në pa apo ngriti në fakt një dyshim të disa fjalëve që i ka thënë brenda në dhomën e rrëfimit. Tani unë dua të bëj një analizë të asaj se çfarë ndodhi me këtë që Alba po thot dhe me këtë që Alba po ndërton. Domethënë është një trekëndësh që nuk ka një lloj përputhje. Alba, nëse mbani mend, në dhomën e rrëfimit kishte folur, u transmetua një video që kishte folur për një lidhje dashurie që kishte jashtë, për një djalë që e dashuronte, për një djalë që e simpatizonte, për një djalë që ajo në fakt e ndjente pafund, por nuk dëshironte që t'ja përmend emrin, domethënë dëshironte që personazhin e tij ta lej enigmë. Por në anën tjetër, kemi Albën e cila gjatë bisedave të saj me banorët thotë që unë dua të harroj dashurinë. Dua ta heq atë nga brenda vetes time, domethënë e dashuruar deri në thembër, si i thon. Dhe kjo në fakt tani po ngre një pikpyetje të madhe në raportin e Albës. Është Alba jashtë e dashuruar apo që me ardhjen e Ludos ndryshuan emocionet, ndryshuan gjërat dhe ndryshuan format brenda kësaj shtëpie? Që me ardhjen e Ludos, Alba ka krijuar një afërsi shumë interesante me Ludon. Do me thënë, lexohen me sy që të dy, komunikojnë që të dy, nuk e di se sa është e sinqert nga ana e Ludos afrimiteti që ka krijuar me Albën, nuk e di në fakt se sa është i vërtet ky lloj afrimiteti, por Alba siç duket ndjet shumë e lumtur, ndjet shumë e kënaqur, ndjet shumë e gëzuar që Ludo është pjesë e lojës së saj, është pjesë e eksperiencës së saj, është pjesë e rrugtimit të saj. Dhe çfarë ndodh tani? Alba dhe Ludo, siç duket nga disa video që janë bërë virale, dëgjohet një lloj puthje, se le të themi nuk duket nga që kamera ka fokusuar shumë larg, dëgjohet një lloj puthje që Alba i ka dhënë Ludos natën e mbrëmshme në verandë. Tani, a është në lidhje dashurie Alba jashtë? Alba ka thënë që po. Ndërsa, apo ndërton një lloj emocioni që mua nuk më duket shoqëror brenda kësaj shtëpie, të paktën ashtu më jepet, ose mund të ndodhë që Alba e shikon veten të rrezikuar, do me thënë nuk mund të krijon aleancat e saj, nuk mund të krijon grupet e saj, nuk mund të krijon rrethin e saj për të qenë lidere, sepse në fermën VIP Alba ka qenë lidere dhe potencoi që ai format ka patur shikueshmërinë maramëndse nga unë. Do me thënë mund ta bën të gjithën këtë ngjarjen që të jetë e fokusuar apo të jetë me afërsi ndaj Ludos të jetë në qendër vëmendjes. Do të mund të themi që Alba realisht edhe mund ta përdor marrëdhënien me Ludon. Por siç duket marrëdhënia e tyre, afrimiteti i tyre, kimia e tyre nuk është se jep atë shoqërinë të shumë përfolur apo atë shoqërinë që mund të ketë një çun dhe një gocë. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie?